Mirdita data 18 shkurt 2025, jemi në orët e drekës, po bëj përsëri këtë video live nga Facebooku, të cilën shumë shpejt gjitha këto video do t'i ngarkojnë kanalin YouTube, në mënyrë tilla që ti shohin edhe ata që s'kan mundësi të futen në profilin Facebook, meqense videot në një profil Facebook kanë një numër shumë të kufizuar ndjekësish, ndërsa në kanalin YouTube natyrisht ndiqen më shumë. Tani, dje unë fola për këtë festën me këngë, me flamuj, me shenja gishtash, me ullërim kujtun të pavarësisë së njanshme të Kosovës, pasi Kosova nuk e ka fituar pavarësinë në kuptimin që ta njohej shteti ku bënte pjesë, pra Serbia, edhe me bindjen time, jo me ato antishqiptarizmat siç mendojnë njerëzit, them që kjo është festa e fundit, pra e ku përfshihet edhe gjithë populli, por domethënë e këtij procesi imperialist, globalist, që filloi në vitin në vitet 1980, por veçanërisht me bombardimet e NATO-s në Beograd dhe në Kosovë, natyrisht në vitin 1999. Tani, pse them unë kështu, me fjalë, kjo nuk varet nga dëshira jonë. Ne munduam shumë gjëra, munduam të bëjmë shtete, të zaptojmë toka, të shkputemi nga toka ku jemi, nga familjet, të ndajemi nga familjet. Problemi është që ka disa rregulla të cilat historikisht janë përcaktuar për të ruajtur ekuilibrat midis njerëzve, midis shteteve, midis vendeve të ndryshme. Dhe krijimi i shteteve apo ndryshimi kufive më mirë të shteteve, në përgjithësi është ratifikuar disa herë, që në luftën e parë botërore, pastaj mbas luftës dytë botërore, nëpërmjet Kartës Kombeve të Bashkuara, artikulli ligji numër 2, që e ndalon në mënyrë kategorike që të ndryshohen kufit e shteteve, sepse sipas tyre ndryshimi kufive ka sjell probleme shumë të mëdha. Ka sjell ndryshim kufive me forcë, flasim, nëse bën ndryshim kufish me dëshirën e të dy palëve, si thuash, e dy shteteve të ndryshme, në mënyrë paqësore, ajo natyrisht ka një proces pastaj. Po ndryshimi me forcën e anëve është përjashtuar dhe nga artikulli numër 2 apo ligji numër 2 i Kartës Kombeve të Bashkuara, sepse ka sjell shumë gjakderdhje. Atje ku është tentuar, janë vrarë shumë njerëz, ka sjell shumë probleme të cilat nuk janë mbyllur asnjëherë. Buongiorno Khalid, buongiorno, però tu non capisci la lingua italiana, quindi ti rispiego quando vengo a Roma. Atëherë, pra, çfarë ka ndodhur me Kosovën, neve e dim me fjalë se si u kriju ky shtet nëpërmjet forcës së armëve, forcës bombardimeve të NATO-s, duke shfrytzuar ato forcat e brendshme, por që ishin kosovare, që ishin të natyrës terroriste në vërtet, sepse në numër ushtar, po themi TUÇK-s, ishin shumë pak, dhe nuk mund të përballonin dot një luftë frontale me ushtrinë federale të Jugosllavisë në atë kohë. Kështu që detyrimisht bënin një lloj lufte partizane, e cila për definicion është luftë terroriste. Pra, domethënë duke vrarë njerëz pa fajshëm, duke vrarë civil, duke vrarë qoftë edhe ushtar, por ushtar duke i vrarë, duke shkelur rregullat e një lufte. Dhe u përdorën pra mish për top shumë njerëz, pati viktima të shumta etj. Tani,
Unë do kthehesha prapë tek pak të bënin gjithmonë disa analogji. Ky është viti i fundit, nuk do ketë një 17 shkurt të vitit 2026. Këtu mbaron me fjalë kjo dhe do ta shohim do verifikohet apo nuk do verifikohet. Përse? Sepse krijimin e shtetit Kosovës nga pikpamje drejtësi internacionale nuk di se si ta mbështesësh, pavarësisht se është shprehur ajo gjykata ndërkombëtare, kujtun çfarë thon këta, që e ka konsideruar që një popull mund të shpalli pavarësinë edhe brenda një shteti, një territor. Mund ta shpalli, por e let hapur faktin që ai njeh pjesa tjetër, sepse në kartën e OKB-s, në artikullin numër 2, thuhet që absolutisht ndryshimet kufive me forcën e armëve, por vetëm me konsensus ku t'jetë dakord shteti origjinal, pra të krijohen tavolina negociale që të arrihet në një krijim të një shteti të ri, po them apo më shumë se sa krijim shteti të ri, se nuk i lejojnë, domethënë e kanë mbyllur të krijimin e shteteve të reja, më shumë aneksime. Domethënë kjo si thua irredentizmi që akuzoheshin dikur kosovarët në 1981 ishin akuzoheshin për irredentizëm. Çdo thot irredentizëm, sepse ata donin t'i bashkoheshin Shqipërisë. Pra irredentizmi në vërtet si një lëvizje historike kulturore, si ta quash, lind nga një shtet në vërtet, jo nga pjesa që është jashtë shtetit. Domethënë irredentizmi si lëvizje kulturore apo historike do të lindte nga Shqipëria. Domethënë Kosova mbeti jashtë Shqipërisë, atëherë shqiptarët e Shqipërisë duhet kulturalisht duhet luftonin që të fusnin brenda territorit të shtetit shqiptar dhe pjesët e tjera të banuara në shumicë prej shqiptarëve. Pra ky është irredentizmi. Por nuk akuzoheshin shqiptarët e Shqipërisë për irredentist, por akuzoheshin shqiptarët e Kosovës për irredentist. Do thënë kjo është një anomali në vërtet. Do thënë ku ngrihet një grup etnik jashtë kufive të një shteti dhe rebelohet dhe thot ne duam të bashkohemi shtetit ku ata nuk kanë qenë asnjëherë në atë shtet. Sepse kur u caktuan kufit në 1913 nga konferenca ambasadorëve në Londër, Kosova mbeti jashtë territorit të Shqipërisë, pa nuk është se ishte krijuar një shtet më përpara ku kosovarët ishin brenda, edhe tani por thoshin, por e kërkonin. Domethënë është një lloj anomalie në irredentizëm kjo, që ti nga jashtë kërkon ti bashkohesh një shteti tjetër. Pra Shqipëria, sido që tjetë, për shqiptarët e Kosovës ishte një shtet i huaj, sepse s'kishin bërë pjesë asnjëherë në atë shtet. Nuk kishin marrë ndonjëherë një pasaport, po themi, të Republikës të Shqipërisë të krijuar në 1920, po themi. Kështu që kjo është anomalia e parë. Dhe vërtet është kjo pase që në vërtet ata shqiptarët Kosovës, të cilët kanë nxitur këtë patriotizmin me flamurin ton, me flamurin shqiptar, sepse ky flamur shqiptar nuk është i tyri, sepse është një flamur që ka shtetin vërtet, simbolizon integritetin territorial të 28.000 km2. Këto e kanë marrë jashtë të flamur dhe duke sikur kanë patur, ka qenë më shumë se sa një kulturë irredentiste kulturore, se sa një lëvizje me i fjalë që Shqipëria të bashkonte Kosovën, ishte më shumë i tendencë që kosovarët të kolonizonin Shqipërinë me i fjalë. Dhe e vërteta kështu ka ndodhur. Që në 1990, nëse kujtojmë këtu, këta nacionalistët kosovarë apo patriotët, e shuqytur patriotët që të vërtet janë pjesa më shumë e mafjes, e këtyre që kërkojnë toka, kërkojnë dominime. Dhe e vërteta është që në 1990 ne e dim shumë mirë që pjesa shqiptare, pjesa e Shqipërisë ishte shumë e varfër në atë kohë, dhe të parët që erdhën për të spekuluar
në Shqipëri ishin kosovarët në atë kohë. Pra qëllimi tyre, në të vërtet, i këtyre që organizojnë natyrisht, nuk ka qenë të bashkohet Kosova me Shqipërinë, por të bashkohet Shqipëria me Kosovën. Dhe me thënë e kundërtat, ata e shifrin Shqipërinë si një vend që ka bregdet, ka vend i mirë, dhe me thënë e shifrin për ta një lloj kolonizimi, si thuhesh kosovar, i këtyre familjeve të pasura kosovare si Bexhet Pacolli apo të tjerë kush mund të jenë, cilës shifnin si një terren të favorshëm për të futur në Shqipëri pra. Pra po të shohim, të bëjmë disa paralelizme, sepse problemi i Shqipërisë kush është? Shteti shqiptar është krijuar mbas së rënies perandorisë otomane. Nuk është krijuar, këto janë shtetet nacionale të krijuara me vonesë. Pra, shteti shqiptar ishte i fundit, po themi, që u krijua në 1920 tamam, që mori atë formën e tij. Dhe u krijua sepse u shpërbë perandoria otomane, ndërsa shtetet e tjera nacionale nuk u krijuan si rezultat i shpërbërjes së perandorive, domethënë shumë e rëndësishme kjo. Pra janë dy procese të ndryshme. Shtetet ballkanike u krijuan, shtetet nacionale ballkanike u krijuan nga shpërbërja e perandorisë otomane. Dhe cili do ishte modeli tani, si do krijoheshin këto shtete? Mbi bazën e të drejtë e vetëvendosjes, domethënë ku aty ku me shumicë janë shqiptar të bëhet shtet shqiptar, vetëvendosjes popujve mbi bazën e gjuhës, pra lingvistike, apo mbi bazën e të drejtës territoriale, apo si quhet integriteti territorial. Pra ku mund mos jenë e njëjta etni, mund të jenë etni të ndryshme, por një shtet ka drejtën e integritetit territorial për arsye historike kulturore, jo për arsye lingvistike, jo për arsye gjuhë, por për arsye historike kulturore. Në shkuptim, për shembull në Kosovë janë ngritur shumë manastire, kisha ortodokse, tjera, domethënë janë krijuar një strukturë, si thuhesh, historike kulturore, e cila është pjesë integrale pastaj, domethënë bën pjesë e integriteti territorial. Pra, nëse bëjmë një paralelizëm me Italinë për shembull. Italia nacionale, pra krijimi i shteteve nacionale. Italia nacionale u krijua si bashkim i perandorive të ndryshme. U kriju si bashkim dhe mendoni mbretëria, apo si bashkimi Italisë u bën 1861-shin, ka qenë një farë mënyrë edhe domethënë ishte mbreti, po themi, i Italisë, po ishte edhe papa i Romës. Dhe në atë kohë pra ndodhi bashkimi i gjitha mbretërive, po i quajmë italiane, të pjesës gjithë ato mbretërit italike, Napoli e tjera dhe në Piemonte, në Lombardia, gjithë ato. Dhe u bashkuan një shtet pas shteti i Italisë, sepse lindën shtetet nacionale, pra, lindi nacionalizmi. Dhe kjo bën 1861-shin. Pra, nacionalizmi në Europë nuk lindi nga shpërbërja e perandorisë romane, sepse perandoria romane ishte shpërbërë në shekullin e 5, por lindi si bashkim i mbretërive të veçanta, të cilat në një moment vendosën, meqense kishte ndryshime gjeopolitike të signifikative, të thelbësore, për të mbiekzistuar, pra nga Afrika se nuk do mbiekzistonin, sepse jemi në periudhën e një revanshit të borgjezisë internacionale, pra kanë lindur multinacionalet, hegemonia e borgjezisë, që borgjezia nga fillim ishte thjesht një faktor fillimisht në shtetin e tretë në Francë, pra u fut dal nga dal, por mori deri hegemoninë.
Domethënë nga faktor pas u bë determinu, u bën informal se përcaktues, pastaj hegemonia. Hegemonia borgjezia ndërkombëtare me financat e saj, me bankierët, bankat e tjerë, e morën në Kongresin e Berlinit 1878. Ata në një farë mënyrë deklaruan që ne kemi fituar. Domethënë njerëzit e paras, pra në nivel ndërkombëtar, ishin forcuar, fuqizuar aq shumë për shkak të revolucioneve industriale, sa kishin marrë nën kontroll dhe kishin dobësuar shumë monarkit, mbretërit, pra ishin dobësuar tërësisht dhe pushtetet klerikale. Pra që të dyja. Pra monarkit absolute po binin, dhe në këto momente, këto monarkit do të mbi ekzistonin. Natyrisht i ka shtyrë dhe borgjezia pastaj për të krijuar shtetet nacionale, po ka qenë dhe një vullnet i këtyre. Dhe bashkimi i këtyre mbretërive solli shtetet nacionale. U krijua shteti italian për shembull. Por çfarë ndodhi? Nga që fillun këto shtetet nacionale, nga tjetër Gjermania, nga tjetër Franca, e tjera, Anglia, Austria dhe Hungaria, domethënë Augsburgët bashkë me nobilit hungarez, me këto fisnikët hungarez, duke parë kërcënimin tani, qoftë nga shtetet nacionale që po lindin, qoftë edhe nga ky globalizmi, domethënë nga multinacionalizmi, nga kapitali internacional, pra nga borgjezia internacionale, ato për të mbrojtur krijuan perandorin, jo shtet thjesht nacional, po një bashkësi shtetesh, austrak-hungarez, pra perandorin austro-hungareze. Por u krijuan paralelisht, me po të shihni datat, Italia është 1866 ka mbaruar procesi i bashkimit të Italisë. 1866, pavarësisht se është data 1861. Është viti 1866, por 1866 ka përfunduar procesi. Ndërsa Austro-Hungaria është krijuar një vit më vonë, 1867. Pra u bashkuan këto copza dhe u krijuan shtetet nacionale. Kush ishte problemi? Dhe problemi është që Italisë i mbetën jashtë disa territore në ato momente që ishin italianë, siç ishte kjo mbretëria Tirolo, Sud Tirol, pra pjesa e veriut të Italisë, që sot janë Alto Adige, Trentino Alto Adige dhe Friuli Venezia Giulia. Domethënë pjesa e Bolzanos, pjesa e Trentos dhe pjesa tjetër nga ana e Triestes. Por edhe Dalmacia, një pjesë nga Dalmacia në Istria, në Kroaci, Fiume, këto mbetën jashtë. Mbetën jashtë, por këto u krijuan në të njëjtën kohë. Pra qoftë shtetet nacionale, se ambienti është më shumë zhurmë, më vjen keq, po këto janë kushtet. Sepse po u ndes një nga këto prerëset e Bukurishashit. Edhe u krijuan në të njëjtën kohë këto, qoftë perandoria austro-hungareze, qoftë shtetet nacionale. Dhe mbetën, dhe nuk u tokat, si thua, tokat të ndryshme që kufizonin, mbetën popullsi me shumicë etnike mbetën në një shtet tjetër. Pra, për shembull, kjo pjesë e Trentos, pjesë e Triestes, i mbetën Austro-Hungarisë. Dhe lindi irredentizmi italian, irredentizmi kulturor, historik, pasi që u kriju Italia, po Italia duhet të ketë brenda vetes saj gjithë tokat, për gjithë territoret ku janë italianët, ku në shumicë janë italianët. Por këtë nuk është se kërkuan njerëzit e Trentos ose të Triestes, sepse njerëzit e Trentos dhe Triestes ndjeshin më mirë me Austrinë, me Austro-Hungarinë, se sa me Italinë. Domethënë që të bëjmë një paralizë gjithmonë me Kosovën dhe Shqipërinë. Nësa në Kosovë kërkonin kosovarët bashkimin me Shqipërinë, dhe shqiptarët nuk e kanë kërkuar pothuajse asnjëherë, me presim të zhurmat që bën këto mbas viteve 2000. Në atë kohë Shqipëria nuk e ka kërkuar, përkundrazi e ka sabotuar gjatë luftës së dytë botërore,
e tjera, sepse ka qenë shteti dobët, i paformuar akoma. Edhe nuk është se ka qenë ky irredentizmi i fortë shqiptar të bashkojnë Kosovën. Por ju është thënë që kosovarët ata të bashkojnë me Shqipërinë. Në fjalë, dhe gjatë luftës parabotërore, kur Italia mori pjesën veriore të saj, pra Trentinon, Alto Adige, dhe Friuli Venezia Giulia, pra Trieste me këto, ata të luftë e bërë Italia. Nuk e bëri Trentoja, nuk e bën banorët e Trentos, pra. Është një lloj si për të marrë Kosovën, luftën ta bënte Shqipëria, jo ta bënin kosovarët që andej. Ju mendoni që edhe Verogja thoshte që se pushtojnë dot Shqipërinë, thoshte se do gjejnë rezistencë të kosovarët në Kosovë. Domethënë ai e mbështeste mbrojtjen e Shqipërisë te fakti që kishte popullsi shqiptare rreth rrotullës Shqipërisë, dhe s'do hynin dot Shqipërisë, s'do linin këta. Imagjinoni tani. Domethënë pjesa jashtë Shqipërisë quhej garanci për Shqipërinë. Ndërkohë që duhet ishte e kundërta. Shqiptarët brenda Shqipërisë do luftonin që t'i merrnin këto toka. Pra nuk u bë kështu, nuk u ngrit Shqipëria që të fliste me Jugosllavinë dhe të merrte tokat e veta dhe t'i bashkoheshin Shqipërisë. Po e kundërta. Në luftën e parë botërore nuk është se kanë luftuar njerëzit e Trentos dhe të Triestes. Përkundrazi ata kanë luftuar në krahët austriakëve për t'i mbrojtur, për të mbrojtur Austro-Hungarinë. Ka qenë eksakt e kundërt, shifeni me kujdes historinë e luftës parë botërore. Dhe u mor me luftë, u bë goxha luftë me fjalë për t'i marrë këto, dhe pastaj mbi bazën e principit të vetëvendosjes të Wilsonit, presidenti amerikan Wilson, ju bashkuan Italisë. Por do me thënë, kur u bashkuan Italisë, u firmos, u ra dakord. U bashkuan edhe pjesa dhe një pjesë që u morë Jugoslavisë në atë kohë, një pjesë ju la, Fiume ju la, po pjesa e Triestes, e kujtun të në zona aty, në të cilën me fjalë mbas mbarimit luftës parë botërore, mbas ju mbaroi lufta, ulën tavolinë, austriakët u shpërbë perandoria austro-hungareze natyrisht, dhe ulën në tavolinë austriakët, italianët dhe jugoslavët, të cilët ratifikuan kufit e rinj. Pra, mbas luftës u ra dakord, nuk vazhdoi pastaj periudha e gjatë që ti s'më njeh mua tani, unë po krijoj shtetin e pavarur dhe ti s'ma njeh punë e madhe se ti s'ma njeh. Nuk u bë kështu në Bashkimin e Italisë me fjalë këto dy krajinat e veriut. Por u bën, domethënë, duke bërë lëvizje ushtarake, por dhe diplomatike dhe politike. Pa që i duke kombinuar që të dyja bashkë. Pra, në rastin e se ka vërtet shumë zhurmë, nuk e di a bëhet video në këto kushte në vërtet. Sepse është zhurmë e madhe, me thënë drejtën, zhurmë shumë e madhe. Kjo mundes, kjo zhurmë e bezdisur, që me siguri arrin të video. Do ta përfundoj dhe do ta rimarr prapë më mbrapa. Tu ku po e lë, do ta marr një video tjetër, sepse nuk është e pamundur. Ka shumë zhurmë.